Okej, është si gjithmonë bekim dhe nxitje të mblidhemi gjithë së bashku vëllezër dhe motra dhe ta adhurojmë Zotin ton. T'i këndojmë lavde Jezu Krishtit, i cili Bibla thot që banon në zemrat tona. Para se të ftoj grupin e Galdimit, me që jemi edhe në sezonën e festave ku ne përkujtojmë Zotin ton Jezu Krisht, unë duhet ta hap me një varg nga libri i numrave, kapitulli 24, vargu 17. Kjo është një ndër profecit i cili profeti Balaam bën për Zotin Jezus. Dhe thot kështu 16. Kështu thot ai që dëgjon fjalët e Perëndis, që njeh diturinë e të lartit, që sodit vegimin e të plot fuqishmit, ai që bie, por me sy të hapur, e shoh, por jo tani, e sodis, por jo nga afër. Një yll do të dalë nga Jakobi dhe një skeptër do të ngrihet nga Izraeli, i cili do ta shtyp Moabin fund e krye dhe do të rrëzoj tër bijtë e shethet. Kjo është një ndër profecitë që na kujton ardhjen e Zotit ton Jezu Krisht nga ditët më të lashta. Dhe ne tani Zotin Jezus e kemi në zemrat dhe në shpirtin ton. Mirë, unë do kisha dashur të ftonim grupin e Galdimit, na udhëhiqte në adhurim.
gëzimi dhe forca ime, o Zot je jeta ime, je gëzimi dhe forca ime. O Zot i ynë, sa i mrekullueshëm emri yt. O Zot i ynë, sa i mrekullueshëm emri yt. Ti në qel lavdin e ke vendosur, nga gjithçka tjetër lavdëron. Ti që diellin hënën ke krijuar, lavdi kun ti Jezuit. O Zot i ynë, sa i mrekullueshëm emri yt. O Zot i ynë, sa i mrekullueshëm emri yt. Ti që lavdin e ke vendosur, nga gjithçka tjetër lavdëron. Ti që diellin hënën ke krijuar, lavdi kun ti Jezuit. O Zot i ynë, sa i mrekullueshëm emri yt. O Zot i ynë, sa i mrekullueshëm emri yt. Ti në qel lavdin e ke vendosur, nga gjithçka tjetër lavdëron. Ti që diellin hënën ke krijuar, lavdi kun ti Jezuit. O Zot i ynë, sa i mrekullueshëm emri yt. O Zot i ynë, sa i mrekullueshëm emri yt. Para gjithë minit folje ti dhe u bë, ishe me mindre, ishe ti, në nisëm longa nga, taksuan një gjithçka, në gjithë lavdëron, dhe tani bashkëtojmë. Zoti lavdi, Zoti lavdi, Zoti lavdi, Zoti lavdi, Zoti lavdi për jetë. Zoti lavdi, Zoti lavdi, Zoti lavdi, Zoti lavdi, Zoti lavdi për jetë. Ju e Zot më defun që të lavdroj, e në të madhështoj, çdo ditë që jeta ime t'jetë, ofrimi gjallë për ty, ti je që don për jetë, ashtu në meriton. Zoti lavdi, Zoti lavdi, Zoti lavdi për jetë. Zoti lavdi, Zoti lavdi, Zoti lavdi për jetë. Mama jetën leti jetë, veç për ty e lavdi tënde. Mama jetën njohja ti jetë. Mama jetën leti jetë, veç për ty e lavdi tënde. Mama jetën njohja ti jetë. Zoti lavdi, Zoti lavdi, Zoti lavdi për jetë. Zoti lavdi, Zoti lavdi, Zoti lavdi, Zoti lavdi, Zoti lavdi për Mesazhin që dëshiroj sot të jap e kam quajtur Abrahami, krye kalorësi i besimit. Abrahami, krye kalorës i besimit.
Në këto javët e fundit, pra, ashtu si që përmenda dhe pak më heret, jam munduar të shpjegoj për ju dhe të kuptoj edhe vetë edhe më mirë çfarë është dallimi mes besimit, çka është besim, çka është fe. Çka do më thonë kur themi unë besoj dhe çka është dallimi mes asaj kur themi unë za bes, unë kam bes. Në popullin tonë, në kulturën tonë, është më e thellë, më e respektueshme kur dikush thot është besnik, është bestar, është me bes, i kam zënë bes, është e virtytshme. Dhe nuk ka një poshtrim e një ofendim më të ullët, pothuajse në raporte ndërnjerëzore në vendin tonë, në kulturën tonë, kur në të kundërtën i drejtohet dikujt duke thënë është i pabes. Pra shikoni këtë fjalë, besa, nga rrjedh besoj, besimi, kam zënë bes, bestar. Kështu, po flasim për Abrahamin, kryekalorës i besës, i besimit, kryekalorës. Abrahami është kryekalorës i një besimi jo të zakonshëm. Jo i një besimi është apo nuk është. Abrahami është kalorës apo kryekalorës i një besimi paradoksal. E çka do më thonë fjala paradoksal ose paradoks? E kemi dëgjuar, të gjithë besoj, kur thuhet është paradoksale, paradoksalisht, si ndaj folje, si mbiemër, si emër, paradoks, e kështu. Çka është pra paradoksi? Paradoksi është një situatë ose një ide që duket absurde, që duket që ka kundërthënie dhe nuk është reale. Le të shohim disa raste me të cilat ne mund të shohim se çka është një paradoks. Sepse besimi i Abrahamit është në rrethana paradoksale. Besimi i profetit Abraham është paradoksal. Krishti na ka thënë, kush është i pari është i fundit. Dhe kush është i fundit është i pari. Këtu kemi ajo çfarë është një paradoks. Po është një paradoks për kulturën e mbretërisë qiellore, kush këtu don me thonë Krishti, dëshiron me kanë një pari, lufton me kanë një pari, në mbretërinë e Perëndis do të jetë i fundit. Pra, ky është një rast që tregon paradoksin. Një gjë që lidhet me Sokratin. Ai ka thënë se sa më shumë që unë di, aq më shumë kuptoj se nuk di. Është paradoks. E kjo çka zbulon? Kjo zbulon ignorancën individuale, personale. Rast tjetër është që thuhet në shkrim nga Luka, nga Krishti, për me fituar jetën, duhesh me humb jetën. Me fituar jetën e përjetshme, humbim jetën tonë, jo të vrasim, jo në shkatrim. Pra ky është një paradoks shpirtëror. Pra është dorëzimi që sjell, dorëzimi i Krishtit sjell fitoren. Paradoks tjetër është kur ne themi edhe dim që Perëndia është i plot fuqishëm. Edhe ai ka ekzistuar para se të ekzistonte kozmosi. Ama kozmosi është aq i pamas sa që prap nuk e zë
Perëndin në krejt kozmosin? Nuk ka mundësi, sepse ai ishte përpara kozmosit. Por kozmosi paramenoni se është tepër i madh. Pra është Perëndia është aq i madh sa që as kozmosi nuk e zë, por në anën tjetër, ky Perëndi kaq madhështor banon dhe ka zgjedh me banue në zemrën tane të vogël. Ky është një paradoks i pranisë, kur flasim i pranisë së Perëndisë. Shumë religione që i kanë thjeshtësuar çështjet shpirtërore nuk kuptojnë paradokset e këtilla. Paradoks tjetër që ka lidhet me natyrën hyjnore të Jezusit është ky. Jezu Krishti, biri i Perëndisë me natyrë hyjnore, 100% shfaq Perëndin, është Perëndia. Por 100% me natyrë hyjnore dhe 100% po ashtu ndërsa ishte në tokë me natyrë njerëzore. Pra është edhe ky është pra një paradoks. Paradoksi e heq logjikën. Shumë njerëz mundohen mi kuptuar gjanat me logjik. Nuk jemi kundër logjikës, po flasim për besimin i cili në vete i mban, i përfshin dhe i përthith paradokset dhe i rreshton paradokset. Që besimi t'i kapë dhe të kaloj tej paradoksit. Për paradokset nuk është e mundshme logjika dhe ajo çfarë është arsyeja. Është tej logjikës, tej arsyes. Pra paradoks është ndeshja e dy të vërtetave që duken se janë në konflikt, por e përplotësojnë njëra tjetrën për një mësim edhe për një të vërtet të ndritshme. Prandaj Krishti nuk kuptohet shpeshherë nga kur atyre u prezantojnë ungjillin. Çfarë paradoksesh kemi me Abrahamin? Sepse po themi, Abrahami kryekalorës. E dini çka është një kalorës? Një njeri i cili është gati në kal, sepse kjo fjala kalorës vjen prej kalit. Shqipja është gjuhë e mrekullueshme. Ushtar, nga vjen fjala ushtar, nga ushta, ai që mban ushtën, është ushtar. Ai që përdor kalin për luftë është kalorës. Pra, Abrahami, si njeri që ecte, besimi e presupozon që ne ecim, besimi nuk na lën në një pikë, në një vend. Abrahami u ballafaqua me shumë paradokse. E paradokset më të mëdha të Abrahamit janë këto. Zoti e thirri nga një vend që ishte me bregdet, i Kaldeazve, Iraku i sotëm, dhe i tha, do të lësh vendin tënë, bashkët e tua, arat e tua, të armët e tu, edhe të shkosh përmes shkretëtirësh, edhe do të vish në vendin e Kananit, atje do të jetosh. Paradoks. Pse me lëshua vlla vendin tënë të lindjes? Pse me ik nga të afërmit e tu, nga njerëzit e tu që një dhe me shkuar me u bë të një popull, të një vend që nuk të njohin ty, që mund të vrasin, që nuk të pranojnë, kanë tjetër kulturë, kanë tjetër gjuhë. A nuk është paradoksale kjo? Dhe ti nuk mund të kuptosh planin e Perëndisë çfarë ai ka për jetën tënde. Paradoks tjetër i madh është njeriu që nuk ishte hiç ushtar, e që s'kishte ushtri, i mundi, 4 mbretër kemi pas sot një javë. Paradoks ishte po ashtu kur ai takoi Melkizedekun. Paradoks është kur ai u ballafaqua, edhe pse ishte i martuar me Sarën, edhe jetonte në Ur të Kaldeazve,
E ta themi se nështë a ishte martuar në moshën, hajde 20-30 vjeçare, për deri në moshën 75 vjeçare, kur i erdhi thirrja. Në 75 vjet i erdhi thirrja, zbulesa. Shikoni Zoti si vepron, nuk shikon moshë. Ne sot mund të themi për një njeri të sotëm 75 vjeçar, po ati veç duhet mja bo gati drasat. Mja matë sa është gjatë për varë. E Perëndia matë, ndryshe matë. Pra, nëse ishte i martuar dikun rreth moshës ta themi 25 ose 30 vjet, dhe tash ishte 75 vjet, nuk njihte Perëndin, ishte pagan, a ishte ndesh me paradoks, sepse nuk ishte fëmijë, nuk ishte pasardhës. Po paradokset do ndodh pastaj sepse kur ai takon Perëndin dhe i premton se do të ketë një birin e premtimit, sërish do të duhet me prit edhe 25 vjet të tjera. A nuk është paradoks? Shpeshherë kur ne vim tek Perëndia, ne me një herë i marrim si të merqena bekimet, besimin dhe çdo gjë. E Abrahami nuk i llogariti këto. Prandaj është kalors i besimit paradoksal. Ai nuk tha o Zot mos je vënua pak. Ai nuk tha çka janë këta armiq këtu. Perëndia i kishte premtuar se do të çojnë në tokën e Kanaanit ku rrjedh mjalë dhe qumësht. E pas 7 vitesh ai u detyrua me shkuar në Egjipt sepse ishte zi buke. A nuk ishte paradoks kjo? Dhe tani vjen rradha, sikur kur shohim një film, sikur kur shohim një teatr, një dramë, ose sikur shohim momentin më të rëndësishëm në një dasëm, duhet të hyj nusja. Personazhi kryesor në dasëm nuk është dhëndri, po është nusja. Sa e bukur është, si është veshur me velën e saj. Ky është momenti. Personazhi kryesor. E krye paradoksi me të cilën do të ballafaqohet njeriu i besimit, ai që ka pas besë, Zotin e mirë, Abrahamin ndeshet kur Zoti do t'i thotë: "Ej, ti do të ma kushtosh flijim, sakrificë, holokaust, të 3 fjalë, birin tënd." Paradoksi madh, krye paradoks. I njëjti Perëndi kishte thënë se unë do të premtoj prej te dhe prej Sarës do të vijë biri i premtimit. Titull, përshkrim që është për Krishtin, që Bibla e mban gjallë këtë lind të drejtë, ardhin i Krishtit, lindin e tij, ardhin e tij në këtë botë. Dhe pastaj u lind, u bë 12 vjeçar, ndoshta, aty e diku, edhe duhet Perëndia, ai Perëndi ka thënë, tash ma sjell këtu, se duhet të sakrifikohet, duhet të flijohet. Dhe ky është mesazhi, ky është çfarë flet kapitulli 12. Vargu i parë. Mbas këtyre gjërave, Perëndia e vuri në provë Abrahamin dhe i tha: "Abraham, pra cilat ishin këto gjëra? Ato të cilat i përmenda tashmë, qysh nga dalja në Ur e deri tek lindja e Isakut. Pra braktisja e vendlindjes, braktisja e familjes, Abrahami në Egjipt, takimi me Melkizedekun, mundja 4 mbretërve, premtimi për një birë, bërja e 2 beslidhjeve me Zotin, rrethprerja e tij që ishte në moshën 99 vjeçare, ky është një tjetër paradoks. Abrahami është bërë i rrethprer, synet si thuhet këtu, në moshën 99 vjeçare dhe vetë thot shkrimi se është bërë, vetën e ka bërë. Edhe
Tjetër gjë që kishte mesin e këtyre gjërave që thuhet këtu mbas këtyre gjërave është se Abrahami ka pasur këtë bekim që Zoti vet në kapitullin 18 e përshkruan se erdhën dhe i pa tre burra. Tre burra i pa. Dhe studiosit kanë vrejtur se këta tre burra kush ishin? Vet Perëndia, Ati, Birë dhe Fryma e Shenjtë. Tre burra me qenje hyjnore. Në tërë Biblia, nëse doni me pa një studim kulinar, pra se si janë recetat edhe si bën gatimet, shkoni te kapitulli 18 edhe keni me gjetë interesant disa këshilla edhe një recet që Abrahami ja propozon gruas së tij Sarës si me përgatit drekën. Ne dim se sot, edhe në atë kohë dhe tani është kur vjeni mësafer, burrëve që të grua, kena mësafer, dimi 3, 4, 5 përgatit diçka, hajde. E atje ne shohim, është shumë interesant, Abrahamin duke i dhënë udhëzime gruas së tij çfarë duhet me bë dhe çfarë gjëra me bë, edhe si me përgatit edhe han drekën, gostin, mikpritjen, këta tre burra që i quan Mojsiu. E kush ishin këta tre burra të shenjtë? Ati, Biri, Fryma e Shenjtë na tregojnë shkrimet. Studimet po ashtu. Mirë ka përjetuar Abrahami shkatrimin e Sodomës dhe të Gomorës, beslidhen pastaj e bani me mbretin Abimelek, edhe dëbimi pastaj i Hagarës dhe i Ishmaelit. Pra, kur themi mas këtyre gjërave, janë këto, kjo listë. Shkrimi thot, mas këtyre gjërave, Perëndia e vuri në provë Abrahamin dhe i tha, Abraham, a ju përgjigj, ja ku jam. Ju me njëri mundi me thonë, po qysh, a pak prova pati Abrahami? Pak prova pati Abrahami nga mosha 75 vjeçare deri tani sa ishte 100 vjetë më shumë? Pak pati? Ja. Perëndia vendos në provë. Gjithë ajo që do të lexojmë nga vargu 1 deri tek vargu i 19, ne kena me pa që është hija e asaj që do të vjen dhe plotësohet me Krishtin. Shohim pra edhe një herë. Abrahami e thirr pra Zoti me emën Abraham. Prit, edhe ti për vetën tënde, se Zoti do të thras një ditë për diçka të veçantë me emrin tënd. Nuk ka një përjetim më të keq se sa edhe këtu tek ne edhe kudo ku na njëri tjetrit i drejtohemi, hey, sharlatan, hey, hajvan, hey, ti, me hum kështu, si drejtohemi. E Zoti ka zgjedhur kush është Perëndia, si ndëron njerëzit duke i drejtuar me emën, me emrin. Dhe emri ka një domethënie, emri ka një kuptim. Abraham, dhe ajo është përgjigj, ja ku jam. Dhe Perëndia i tha, merr tani birin tënd të vetëm, atë që ti do, Isakun, shko në vendin e Moriahve dhe ofroje si holokaust në një nga malet që do të tregoj. Shikoni udhëzimin e Perëndisë këtu. Merr tani birin tënd. Mirë, ishte edhe Ishmaeli bir nga Hagara. Por Perëndia është duke i thënë birin tënd të vetëm. Shikoni për këtë shprehje, birin tënd të vetëm. Çka na kujton kjo? Na kujton Gjonin 3:16. Po Perëndia shumë e deshi botën, sa që ai dha birin e tij të vetëm lindurin. Që kushdo që do të besojë në të, nuk do të vdes, por do të ketë jetë të përjetshme. Pra atë që ti do, dhe tash vjen edhe emri i tij. Kush ishte ky bir? Isaku, sepse ky ishte nga Sara dhe nga Abrahami. Shko në vendin e Moriahve. Ku është ky vend? Nuk është një vend i një populli, është vetëm një emër vendi, një toponim që është sot Kalvari.
që është pra afër Jeruzalemit. Abrahami jetonte në Hebron, në jug. Por Perëndia i thotë të shkosh në vendin që quhet i Moriahut, sot quhet Kalvar, Golgota, ose mali Sionit. Por aty kush është kryqëzuar? Krishti. Dhe në atë vend, kush do të flijohet, për kë po bëhet fjalë? Isaku. Isaku, biri vetëm i Abrahamit. Krishti, biri i Perëndis, i vetëm. Dhe thot, ofroj si holokaust. Çka do me thonë fjala holokaust? Holokaust do me thonë flijim me shkrumbim. Përkthyesi i Biblës, i versionit katolik, Simon Filipaj, e ka përkthyer këtë mirë në shqip, duke i thënë shkrumbim. Se holokaust nuk merret vesh në gjuhën shqipe. Ne dim holokaust që ka ndodhur në Gjermani në kohën e nazizmit. Por holokaust, do të thonë, është flijim që Zoti ka urdhëruar që të bëhet me anë të shkrumbimit. Çka është shkrumbimi? Me anë të djegjes. Dru, çmër, zjarr. Dhe ky është me qit sipër, fliesën, qengjin, viçin, çfarë do që kishte. Dhe ajo më u konsumu në këtë mënyrë. Ky është e flijim. A mund ta kuptoni tani? A keni pak zemër e shpirt më u kthye për para 4.000 vitesh, edhe me bashkë ndje me Abrahamin. Birin tanë të vetëm, me marë, edhe me shkrumue, me ba flijim për Perëndin më të lartë. Ky është Abrahami. Ky është Abrahami. Çka ndodhë tutje? Kështu, vargu 3, Abrahami u ngrit herët në mëngjes. Nuk ka prit për sharrime tjera, për udhëzime, ndoshta nuk ishte Zoti, ndoshta kështu. Abrahami e njihte Perëndin, prandaj nuk ishte nevojë për më hutu dhe me hu pas një kohë. Ne që se njohim normal, neve na duhet më shumë kohë. Dhe kështu Abrahami u ngrit herët në mëngjes, i vuri Samarin gomarit, mori me vete 2 shërbys dhe të birin Isak dhe çau dru për holokaustin, pastaj u nis drejt vendit ku i kishte thënë Perëndia të shkonte. Flijimi i fëmijëve në kulturat e popujve të Kananit ishte diçka si kur e zakonshme. I flijonin fëmijët, u flijonin demonëve, perëndive të rreme. Pra për Abrahamin nuk ishte diçka e pakuptueshme me fliju birin e vet si fëmijë. Sepse dhe në kulturën ku ai ka jetue, ishte zakoni atyre besimeve të pagane, të rreme, që në disa raste, plot raste, u kushtoheshin fëmijët atyre idhujve dhe zotnave të rrem. Sigurisht në mendin e Abrahamit ishte kjo punë, po çysh mëre, po dhe ky Perëndia i larti, i madhi, edhe ky po kërkoj ka me sakrifiku fëmijë. Okej, unë do ta bëj. Pra, Perëndia ka testuar diçka Abrahamin me cilin ai ka qenë në njohuri, edhe i ka pa dhe ka ditë. Nuk ishte diçka krejt e papritshme. E papritshme sigurisht, për kana individuale, personale që Zoti i kishte premtuar, ai me kanë një baba i kombëve. E qysh më u bë baba i kombëve kur tani po kërkohet mu sakrifiku birit i vetëm. Në kulturat më afër me kulturën tonë ilire, arbrore, ose ne kemi mos më thonë edhe pellazge, sepse pe teprojmë, ne kemi këtu tek Helenët, është mbreti i Trojës, Agamemnoni, i cili kërkon me ja kushtua vajzën e tij, Ifigjenin, po ashtu një nga zotat atje në mënyrë që të pengoheshin, të kishte era
edhe të pengoheshin anijet e grekëve mos vinin për pushtim. Edhe ai e sakrifikon vajzën e vet Ifiginin. Raste të këtilla në histori ka plot. Romakët ishin ata që i ndaluan këto praktika. Mirë, vargu 3 është duke thënë, u ngrit herët në mëngjes, i vuri Samarin Gomarit. A ju kujton kush hyri në Jeruzalem i hipër mbi Gomar? Krishti Jezus. Edhe kur hyri herët në mëngjes. Mori me vete 2 shërbyes. Kush ishin me Jezusin? Ishin nxënësit e tina. Dhe të birin Isakun dhe qau dru për holokaustin. Çfarë e priti Krishtin në Golgot? Kryqi drurit. Ishte druri. Abrahami ka marrë drut me vete, edhe është nis, ka marrë edhe zjarin këtu bëllë thuhet, edhe bënd atë çfarë Zoti i kishte urdhëruar. Vargu 4, ditën e tretë, Abrahami ngriti syt dhe pa së largu vendin ku ai do të sakrifikonte birin e tij, djalin e tij, Isakun. Dita e tretë, çfarë ka ndodhur ditën e tretë? Jezusi u ringjall. Ditën e tretë, çfarë ka pa Abrahami? Ka pra vendin ku do të bëhet sakrifici, kryqi i Golgotës. Edhe nga Hebroni deri andej është e mashëm se për 3 ditë do të shkosh me Gomar, nga Dalë, Kodra, Lugina, kështu. Kjo është 3 ditë rrugë. Natën kanë pushuar kështu. Atëherë vargu 5, atëherë Abrahami u tha shërbësve të tij, rrini këtu poshtë, rrini këtu bashkë me Gomarin. Shërbësit edhe Gomari rrini ju këtu poshtë. Pse? Se mos Gomari po flet në sen. Rrini ju bashkë se Gomari mos ma prish punën. Ju rrini këtu sepse ju nuk dini, rrini ju këtu sepse kjo nuk është punë për ju, rrini këtu sepse ju nuk kuptoni, rrini këtu sepse unë nuk mund t'ju shpjegoj, rrini këtu sepse unë nuk i kam shpjeguar gjë, madje edhe nanës së birit tim të vetëm të zgjedhur. Rrini ju këtu poshtë sepse përderisa as gruaja ime Sara nuk i ka merituar, unë jam sjell në atë mënyrë që as ajo se din. Domethënë ajo ka mbetur, nana ka mbetur duke duke menduar që birin e saj ka aty afër. Në moshën 90 vjeçare ka lindur Sara Isakun. Dhe në mëngjes kur u shqua këtë ditë nuk e ka pa aty. Çfarë ka menduar tani nana për djalin e saj? Ku është? Kur nuk i ka thënë gjë. Burri Abrahami. Pra shikoni këtë sjellje të Abrahamit që nuk i tregon gjë gruas vet, shërbënjësve. Nështë Magarit i ka thonë. Për me bogallat. Jo. Besimi nuk mëret me usharu këtë njerëzve. Që kjo me zonë besë. Kjo nuk o shumë për tupane, për publik. Shpeshherë besimi nuk mund të shpjegohet, s'po thënë për ungjillin, që nuk shpjegohet ungjilli. Fjala sot të shpjegohet, thuhet. Por ajo për cilën ne jemi thirrur me zonë besë Perëndis fort, e me kanë kalorës në këto betejë besimi, këto nuk shpjegohen. Këto jetohen edhe në këto vetëm hyhet në to. Abrahami po bënte kështu. Abrahami përfaqëson këtu Perëndin. Biri Isaku përfaqëson në hijen që tha më herët, tipologjinë që quhet është Krishti, që do të sakrifikohet. Dhe u thot atyre, unë dhe djali do të shkojmë deri atje dhe do të adhurojmë, pastaj do të kthehemi pranë jush. Pra, Abrahami u jep shërbëtorëve një shpjegim duke thënë se mirë, ju rrini këtu poshtë, por unë dhe biri im do të ngjitemi lart të adhurojmë. Shikoni mënyra se si është folur këtu për me e pa besimin e Abrahamit. Jo veç veprimin e tij, por shikoni edhe
në numrin shumës që u kthye. Pse u ngrit Abrahami në Moria? Me sakrifikua kë? Isakun, birin e tij. E çka u thot shqiptorëve? Ku përshkojmë? Ne përshkojmë në të adhurojmë, është në shumës. Kush? Abrahami edhe biri i tij Isaku, pa shërptor, pa magar. Edhe pastaj shikoni këtë foljen tjetër. Pastaj do të kthehemi pranë jush. Abrahami është duke folur, duke zënë besë, duke folur një profetike, pastaj thot, ne do të kthehemi pranë jush. Po, a ishte nis Abrahami në atë vend me shkuar e që mu kthy me birin e vet? Jo. Sepse ai kishte marrë përgatitet me vete. Drut, magarin, shëptort, zjarrin, djalin, 3 ditë udhëtim, ishte nis me kry këtë punë. Pra e dinte se aty duhet të përfundonte biri vet. Kështu 6, kështu Abrahami mori drut të holokausit dhe i ngarkoi mbi Isakun. O bobo! Pse Abraham se ke marrë magarin, po ja ke që drut ashtë Isakut? Shkoni prap tregon që Isaku nuk ishte diçka një shumë i vogël, se po mbarte në shpinën e tij drut. Çka ka mbajtur shpëtimtari ynë ndërsa ngritje në Kalvar? Ka mbajtur kryqin. Jo nga hekuri, jo nga betoni, nga druri. Dhe kështu po ecnin. Pastaj mori në dorë të vet zjarrin dhe thikën dhe u nisën rrugës që të dy. Isaku po mbante drut në shpinën e tij. Babai që ishte në mosh mbante zjarrin. Baba mbante zjarrin. Ati Perëndi mban zjarrin shpëtues. Ati Perëndi mban zjarrin. Abrahami mbante zjarrin për birin e vet. Dhe thikën, fjala e Zotit është shpata e tij, dhe u nisën rrugës të dy. Dhe Isaku i foli atit të tij, Abraham, dhe i tha, shikoni tani këtë dialog, është dialogu më që e thyen zemrën dhe shpirtin. Një dialog mes babait 100 vjeç e më shumë, edhe një biri që mund t'jenë nga 12 deri në 15 vjeç. Shikoni tani këtë dialog, këto pyetje që ngritën këtu. Thot, baba jem, ati im, e thiri babën e vet. Abrahami ju përgjigj, ja ku jam, biri im. Shikoni përgjigjen e babës. Është e njëjta sikur i përgjigjet Perëndis. Vetëm se Perëndisi thot ja ku jam, e birit të vet i thot ja ku jam, biri im. Dhe Isaku i tha, zjarrin ja ku e ke, drut ja ku i kam, po ku është qengji, ku është kingji? Për flijimin. Sepse edhe Isaku dinte, si biri Abrahamit, dinte për flijimet. Ku është flijimi? Abrahami përgjigj vargu 8. Biri im, Perëndia do ta siguroj vet qengjin për holokaustin dhe vazhduan rrugën të dy bashk. Besimi nuk shpjegohet. Besa e tij nuk shpjegohet, mbahet me dinitetin e madh, me zbulesë të madhe, me shpresë të madhe. Nuk është ky një dorëzim, nuk është ky një nënshtrim, është një
bestari, zanje bese. Dhe Abrahami përgjigjet, biri jam, Zoti ka me sigurue change-in, edhe vazhdojnë rrugës. Zoti siguron change-in. Kush është change-i? Kur erdhi Krishti për para 2000 vitesh, Perëndia dha frymën e shenjtë përmes profetike përmes Gjonit, Gjon pakzori duke thënë, kur e pa Krishtin tha, ja, change i Perëndis i cili shlyen fajtë mëkatet e botës, i cili do të therret për mëkatet e gjithë njerëzimit. Kështu pra vargu 9 tani, arritën në vendin që Perëndia i kishte treguar dhe atje Abrahami ndërtoi altarin dhe rregulloi drut. Abrahami po ndërton altarin nga gurët, pastaj drut, pastaj e lidhi Isakun, birin e tij, edhe vendosi mbi altar, si për druve. E përpara se t'i fuste zjarrin, ai tani do të jetë gati për me therë birin e vetë. Vargu 10. Pastaj Abrahami shtriu dorën, mori thikën për të vrarë të birin. Abrahami nuk erdhi atje lart, edhe me thonë, nashta, hajt po lut në pak, po rri pak, nashta Zoti ka ndryshu mendje, tash do të më flas. Zotin Abrahami nuk është ma duke në ato fjalët që ka thonë do të kthehemi. Abrahami nuk u nalë me thonë, jo, ta këshyrim kur da të siguroj. Jo. A e kishte besimin që edhe kur ta marte thikën, a e kishte ende besim se Zoti siguron. Mund ta merrni me mend këtë gjë. A ishte mik i Perëndis. Por nuk u ndalësh me thonë, tash Zot që veçën ti jemi, s'është më kërkosh, edhe hajt tash krye punën. Ai e besonte se po, kam u kthye, po, Zoti e siguron, ama ai e ngriti lart dorën, thikën, edhe ishte gati me therr birin e vet, të vetmin, të përzgjedhurin, përmes cilit do të bëheshin shumë kombe, përmes cilit do të bekoheshin kombet. Dhe është më vështirë të nxjerrësh shpatën, thikën, është më vështirë të nxjerrësh edhe kur ta bësh lart, është më e kollajshme me hedh poshtë edhe me ngul. Sepse duhet besim, duhet fuqi, edhe për me ngul është më kollaj. Dhe ja çfarë ndodh tani në tekst, ja çfarë ndodh në këtë vend. Por engjulli i Zotit, këtu shikoni me engjëll është me të madhe, i thirri, pra engjulli i Zotit ne më vonë shohim se është vetë Zoti, po këtu është shfaqur Mojsiu është e përshkruan si engjulli i Zotit. Thirri nga qielli dhe i tha, Abraham, Abraham! Nuk ishte një za engjëllin të vërtet, sepse Abrahami e njihte zanin e Zotit. Po të ishte një farë zanin një engjëlli që ai nuk e njihte, ai ishte afër, ishte në qindat e sekondave. Por kur thirri ky za i sigurt, edhe një herë, dy herë, Abraham, Abraham, Abrahami e njohu zërin e Zotit. E nuk ishte një za engjëlli, se një za engjëlli do të ishte një za ndryshe, e nuk do të ndalej ndoshta. Por ishte i njëjti za që ka thirrur në ur, i njëjti za që ka
shoqënua më vonë dhe i njëjti Zot që i tha shko ngrit u lart dhe i njëjti Perëndi, i njëjti Zot i thot Abraham, ndal. Ai sërish përgjigjet, ja ku jam. Shikoni përgjigjen e shërbëtorit. Sikur atëre kur deshi me ba, kur deshi tani më undal që mos me ba, ja ku jam. Bë çfarë të duash. Ja ku jam. Engjulli tha, shkruhet pranë tekst, engjulli i tha, kupto Zoti i tha, mos e zgjat dorën kundër djalit dhe mos i bëj asnjë të keqe. Tani e di mirë që ti i druhesh Perëndis. Nënvizojeni sot fjalën i druhesh Perëndis. Pra me fjalë tjera, ke frikë Perëndin. I druhesh Perëndis. Këtë thot Zoti. I druhesh, më druhesh mua. Se për shkakun tim nuk e ke kursyer birin tënd të vetmin bir që ke. Si e dim se ky engjull është Zoti e nuk është një engjull tjetër, sepse këtu po thuhet, sepse për shkakun tim nuk e kurseve birin tënd. Pra këtu e dim se ishte fjala për Zotin vet, për Perëndin vet, e jo një engjull që ka shkuar në këndej. Atëherë Abrahami ngriti sytë dhe shikoi, dhe ja, prapa tina, një dash i zënë për brirësh në një kachube. Kështu Abrahami shkoi, mori dashën e tij dhe e ofroi si holokaust në vend të birit. Hija, apo tipologjia, edhe që e zbulon ardhin e Krishtit është, ne u dasht të sakrifikohemi. E Romakëve na thot se ai na kurseu neve në mënyrë që ai të na shpëtoi, e vet ai dha jetën për Krishtin. Dhe Abrahami e quajti këtë vend Jehova Jire, prandaj edhe sot e kësaj dite thuhet, do të furnizohet mali i Zotit. Engjulli i Zotit e thirri për të dytën herë Abrahamin nga qielli dhe i tha, unë betohem për veten time, thot Zoti. Shikoni tani sharot edhe më shumë se ishte Zoti vet, se ti e ke bërë këtë dhe nuk e kurseve të birë, të vetmin birë që ke. Plotësisht çfarë thua këtë Romakët, tek unë gjejt për Krishtin, po ashtu, ardhin e tij. Veprën e tij në kryq. Unë me siguri do të bekoj fort dhe do të shumoj pasardhjen tënde si yjet e qiellit dhe si rërat që ndodhet në brigjet e detit dhe pasardhja jote do të zotroj portat e armiqve të vet. Përmes Abrahamit, Isakut edhe të tjerëve u bekuan, të tjerët kombe, kush i kanë bekuar. E tani në Krishtin kushdo cili do popull në botë bekohet dhe ka bekimet e vërteta në ta. Dhe tërë kombet e tokës do të bekohen të pasardhja jote sepse ti je bind zërit tim. Shikoni në vizionin e këtë fjalë sot të tretë jup. Bind zërit tim. Pastaj Abrahami u kthye te shërbëtorët e tij, ata u ngritën dhe shkuan bashkë në Bersheba. Dhe Abrahami zuri vend të ri, pra në këtë vendin Bersheba. Mirë, një filozof danez i quajtur Soren Kierkegaardi i ka kushtuar një libër të tërë Zanafillës 22, si asnjë filozof tjetër në botë. Kush doni me ditë, me lexuar libri quhet Frikë edhe Drithrim. Edhe unë vetë nuk kam lexuar një libër më të mirë për Abrahamin se sa për këtij filozofi. Teolog ka përplot që kanë shkruar, po unë vetë po ju them sot se nuk ka bërë dikush sipas mendimit tim një
shkrim edhe një punim e një libër për Abrahamin që bazohet vetëm te kapitulli 22 se sa ky filozof. Ky filozof është shumë interesant se çfarë ka shkruar dhe se çfarë ka thënë në përgjithësi për Abrahamin. Ky autor thotë që kapitulli 22 i Zanafilës dhe rasti i Abrahamit është atë kur filozofia, etika, logjika edhe racionalja sot bien komplet edhe dorëzohen para besës që kishte, para besimit që kishte Abrahami. Ky filozof thot që Abrahami e rrëzon për tokë etikën e Hegelit. Çka ka thënë etika e Hegelit? Hegeli ka thënë se çdo gjë që është fetare është edhe etike, dhe çdo gjë që është etike është edhe fetare. Edhe ky filozof thot se Abrahami e shkërmoq, e qet poshtë, edhe dorë për tokë e hedh filozofinë e Hegelit. Pse? Sepse thot ky rast i Abrahamit është mbi etikën. Sepse nuk ishte etike ti me marr birin tan me sakrifikuar. Çfarë etike është kjo? Çfarë fe është kjo që të kërkon kështu me bë? Pra nuk ishte puna që vërtet flijimi, me thonë dikush ku ka ligj, u tregova se romakët e kishin ndaluar një praktikë të tillë kur shkuan për popujt e linjës mesme. Po rasti i Abrahamit e tregon, pra ky filozof danez Kierkegaard që e shkatron, e çet për sistemi edhe vet filozofinë e Hegelit. Ky filozof ka thonë që ka folur për krishterimin e Danimarkës. Parameroni, ne studimet tona shpesh ne shohim se çfarë ndodh në krishterimin perëndimor. Edhe ju e dini se çfarë shkruajnë për plot autor ju që bëni kurs të udhëheqjes. Por ky ka thonë para 100 e kusur vjetëve, thot krishterimi Danimarkës e ka bë një njeri shumë të butë edhe po përfaqësohet për një krishterimi shumë të butë që siguron veç bollok edhe veç rahati edhe është jashtë çdo etike dhe çdo lloj besimi sipas asaj që Abrahami ka pas, edhe ky krishterim i butë do të shkatrojë njeriu në Danimarkës edhe krishterimin e Danimarkës. Kjo është gjëna që i ka thënë vetë ky filozof, jo një teolog. Për Abrahamin thotë se është heroik, është heroj. E në fakt, ky e ka kualifikuar se është kalorësi i besimit. Marrëdhënia me Zotin është më e madhe se sa thot etika, ose se sa racionalja, ose sa çdo vepër tjetër e mirë. Besimi vërtet është frikë edhe dridhje, jo rahati, jo morali but, jo veç bollok. Bile e ka dhe një këshill për pastorët Kierkegaardi. Ai thot, ti kur të flasësh e kur të mësosh njerëzve, nëse ata atyre nuk djersitën nga kjo fjalë, thot nuk e ke bë punën si duhet. A kuptoni? Kush sa e gjykojnë këtë person, po ky ka folur më mirë se sa për plot teologë dhe se sa dhe ndoshta edhe shumë profet. A i thot, u jep një këshill pastorëve, thot që kur dini të flisni, thot nëse audienca juaj nuk djersitet, pra asaj që ju po mësoni, nuk ka shkuar mësimi si duhet. E na jena mësues me karamela, me gjërat e lehta, të buta, të mira, që na sigurojnë bollok, rahati. Prandaj ky e thot se Abrahami është pasqyra më e lartë e besimit, jo e fesë, e besimit. Edhe ai për me përfundue, e thot për në çfarë ka shkruar, thot se Zanafilla 22 është pamja më ekzistenciale e kryqit. Mirë, disa zbatime për në fund edhe reflektime. Prap, ky filozof thot diçka mahnitse. Thot budalla, shkon e gjoni budall më të madh,
edhe kështu admiron. Thotë kështu ndodhet në botë. Thotë budallai kur nuk e gjen një budall që është më i vogël se vet. Se s'ka qysh me admiru budallën që është më i vogël. Por budallai shkon dhe kërkon dhe e lyp për një budalla më të madh. Edhe atë admiron. Thotë e me ne si të krishterët duhet të gjejmë persona që kanë në marrëdhënie me njëri tjetrin, që kanë besim më shumë se sa unë. E zakonisht njerëzit tek ne, ndoshta edhe kudo, nuk dojnë më shoqënua dhe me nejtë dhe me mësua me ata që kanë më shumë besim. Po me disa që janë ashtu, ose barabar, ose më poshtë. Pra, këtë kemi nga shoku Soren. Abrahami mori sërish mbrapa atë që Zoti kishte premtuar me qysh me anë besimit. Jo me ankesë, jo me kërkesë, jo me lypë, por me anë besimit e mori sërish. Atë që ishte gati me humb. Abrahami ishte gati me humb gjën më të shtrenjtë në jetën e vet. Edhe kjo ju kthye. Besimi e ruajti dëshirën edhe rinin e Abrahamit dhe Sarës, prandaj ata ishin gati 100 vjeç, edhe prap ishin vital. Sepse besimi e ruajti, thot, atë zemrat e tyre, shpresën e tyre dhe ishin ende hala të ri. Abrahami e ka zgjedh me lënë çdo gjë që me marr me besim. E kështu është edhe me neve na thot Bibla sot vëllezër motra, që të duke u lutur që Krishti të na përudh që të marrim çdo gjë me anë të besimit, që kjo është origjinale nga qielli. Normal që dhe në ti, si besimtar i krishterë, do t'jesh i sprovuar në çështje të ndryshme, dhe kur të vjen sprova, mos bërtet, mos ik, mos u anko, sepse Perëndia ka dëshirë me të burrnue ose me të bë një grua e vërtet me dinitetshme të rritesh në besim. Kjo është ajo çfarë Zoti ka bërë me Abrahamin dhe edhe me të tjerët sigurisht. Pra, pa u ngrit lart, thika që përmendëm më herët, nuk kije me pa ajo çfarë quhet providenca, pra bollëku sigurinë që Zoti ndërhyn. E shpeshherë ne i ikum rrezikut. Ne nuk dëshirojmë as vetë me ardhë deri aty, se ne pak a shumë e paralajmërojmë ku ka rrezik dhe ikim. E duke ikur rrezikeve, kur ja privojmë vetes me besue, e mu rrit në besim pak më shumë edhe me shku matutje. E nuk ngritemi nalt nëse ne veç u ikimi rrezikeve ku kërkohet me pas besim. Dhe krejt të fund, dashi nuk u sigurua rrugës, nuk u sigurua as ma heret, nuk u sigurua në fillim, nuk e diti as Sara. Dashi u sigurua krejt në fund rrugës së rrezikut. Të kesh pra, se cili prej jush jeni sot këtu, të keni këtë besim që Zoti do të siguroj rrugës. Perëndia ju bekoft, edhe ta jetoni këtë besim, edhe një shenjë që je në rrugën e duhur është se ti më shumë hesht se sa që flet për këtë lloj besimi, s'po flasim për ungjillin, mos të kesh kuptohemi, edhe nuk jep dikujt llogari, po e din vet. A don që të japësh më të shtrejtën dhe ta marrësh më të pa imagjinueshmën, ki besimin sikur se Abrahami. Ishte një apostull i Jezusit, që i tha, Zoti dhe Perëndia im, e Krishti ju ja ktheu, ti ke këtë besim se më pe, lum ata që nuk më kanë pa e kanë besuar. Amen? Le të këndojmë këngën e fundit.